Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 23 dhjetor të 2025. Duket se nga ndikimet që kanë të bëjnë, një ditë që ndikohet shumë, që ka filluar qysh nga data 21, ku ka qenë solstici i dimrit, ku dielli kalon në britsjap dhe ndikohet shumë se dimri në hemisferën veriore fillon zyrtarisht dhe sigurisht kemi natën më të gjatë të vitit. Pra, nga data 21 deri edhe data 23 ka një ndikim shumë të madh që lidhet dita e sotme e ditës së martë, të datës 23, ku mundësitë që kanë të bëjnë me punën, me karrierën, me ndryshime të mëdha që lidhet në fushën e karrierës, por meqense kemi një mundësi që të zgjidhim disa probleme të pasdieshme, problematike nga më të ndryshmet që mund kemi pasur, por gjithsesi kjo është një periudhë mjaft pozitive dhe gjëra që do të ndodhin në anën ekonomike financiare, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë, por gjithashtu është një periudhë ku gjërat do të ndikohen në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, por gjithsesi kjo mbetet për të parë për 1000 arsye të punës dhe të ndryshimeve. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën kjo ka të bëjnë shumë me disa vendime që mund të marrim në fakt, në lidhje me çështjen e punës, në lidhje me karrierën, në lidhje me vendimet apo ndryshimet që do të kemi tani tutje. Ajo që duhet pasur kujdes në hapin që neve bëjmë ose bisedët që do të kemi, do të jemi të kujdesshëm jo të nxitojmë. Para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite,